e qëtaj atë mirësina i shka i ka bo, halki ta kallzojnë ditën kur kime vdek. Ama ka shumë njerëz i shka i kina përcjell të vorët me 10 veta. Pse për shembull me 10 veta? Pse ako një keq? S'ka ditë me ndihmu kërkujna, ose njerëzit janë tot pitina, pëtan. E për atë arsye do thot, a ka deka, elhamdulillah, që se u kur talisën pitina. E që ta do të me menue, që shkina me dek. Inshallah, vdesna me xhamat, që ka bojnë dua për neve. Pse? Sa shumë me rëndësi xhamati me maulud për Allahu dhul xhelal për neve. E ndoshta çato janë sebeb, pëtan, që me shpëtuni. Po, me shpëtuna. Edhe jo që janë sebeb, po ka hadith për këtë punë, pëtan. Që me konë si janë ma tepër se 40 dëshmitarë, të cilët dëshmojnë se Allahu një ashtë edhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtë pejgamberi i fundit, për hatër të imanit të nëve Allahu ju mëshirohet këtina, ja falë gjënahat. Masi përbani doa për ta, pra që pe faljen. 14. Po, 14. Se Zoti për shembull ashtë i mëshirshëm, nuk ka sikur na. I ka ja s'ja falja, pëtan. Ja, Zoti ja falja, pëtan. Pse? Për atë arsye se i shet që këta njerëzit po bojnë doa për vllavin e vetë, pëtan. O Zot, falje, mëshiroje. Falje gjënohet, Allah e falje dhe mëshiron. Inshallah Zoti na falje, na mëshiron. Amin. Amin.